Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Në fakt nuk merrem me asnjë debat personal me ministrën, se po tisha për të marrë, kisha marrë dhe kisha lexuar këtu në fakt zonja ministre ato që kanë aluduar media ditët e fundit, po nuk merrem fare me ju. Besoj që sot qytetarët shqiptar kanë nevojë të dëgjojnë. Rritja ekonomike sot Ju lutem mos ndryni nga vendi. Ju lutem. Deputetit nuk guxon. Zoti Bardhi, ju lutem mos ndryni nga vendi. Mbyll goja. Ju lutem ruani etikën. Ruani etikën. Mbyll goja, vlet kolegja. Mos fol. Mbyll goja se s'do vendoj. Ju lutem, Zoti Bardhi, ruani etikën. Mbyll goja. Po mos falë mo. Dilje llogari për pasurinë aty. Ju lutem, ruani, mos flisni nga vendi. E korruptuar. Dilje llogari aty. Zoti Bardhi, dilje llogari. Zoti Bardhi, uluni. Ju të rreq vëmendjen, Zoti Bardhi, uluni, të lutem. Të lutem. Dilje llogari. Zoti Bardhi. E korruptuar. Zoti Bardhi, ju të rreq vëmendjen. Dilje llogari. Atëherë Zoti Bardhi, ju të rreq vëmendjen. Jo, zonja kryetare. Të lutem zonja Tabaku, do përfundoni? Doni të prishni seancën me çdo kusht? Unë jam duke folur se dua ta prishim seancën. E treta herë që merrni fjalën, ju lutem përfundoni. Kem nevojë të flas, po dua të llogarisni kohën. Përfundoni. Së pari një herë unë besoj që ministrat kërkojnë ndjes, sepse këtu kërcënime guxoni, nuk bën askush në sallën e kuvendit. Kërcënime guxoni dhe nuk guxoni nuk bën askush për të drejtën e fjalës. Zonja Tabaku, përfundoni fjalën që keni nisur. Dhe mos provokoni konflikt midis kolegëve. E dyta. Dakord? Ju lutem mos përfundoni sepse është shumë gabim. E morët fjalën për rritja ekonomike për ato që marrin vesh dhe për ato që kuptojnë vjen nga paga e administratës publike dhe nga shpenzimet e administratës publike. Sot bujqësia është më keq se kurrë, ke fermerët duke protestuar në zyrat e shtetit. Sot rënja e euro dhe vlerësimi i euros i kanë nxjerr produktet shqiptare në rrugë. Të gjitha sot bizneset e fasonit janë duke hequr nga puna masivisht. Ishin 175.000 të punësuar, sot kanë arritur në 55.000 të punësuar. Prej paaftësisë të qeverisë, prej korrupsionit qeverisë, prej kriminalizimit të ekonomisë. Këto janë shifrat e ekonomisë shqiptare. Dhe për këto duhet mbajnë përgjegjësi zyrtarët e qeverisë. Dhe jo të na thonë neve guxoni, nuk guxoni për të përdorur fjalën. Këtu po flasim për një model qeverisje të korruptuar, një model qeverisje që sot është i gjithë në spak, nuk ka asnjë nga ministrat e 2013 këtu që ishte në fillim të këtij mandati e që është sot. Ky është modeli i qeverisë socialiste. Kjo është filozofia e qeverisë socialiste. Filozofia e korrupsionit dhe e vjedhjes. Për këtë duhet mbajnë përgjegjësi. Pastaj guxojmë, nuk guxojmë ne për drejtën e fjalës, nuk japin llogari askujt. Zoti